I tillë është rasti i vrasjes së Selim Bekteshit, 62 vjeçar, nga Mitrovica në gushtin e 2009-s. Bekteshi ish minator i Trepçës, 3 vjet para se të ndodhte rasti tragjik, kishte filluar të punonte si taksist. Një natë nuk ishte kthyer më në shtëpi. Unë kom të qenë në moshën 11 vjeçare, po e mbaj mend shumë mirë atë. Atë kemi pas një fest në familjen tonë, edhe kemi prit që babi më arë me na marë prej asoj festës. Edhe ka kontaktu me motrën, që ashtu të rreth orës 11 ditës, edhe ka tregu që nuk mundet me ardhë. Se ka dalë një punë që ku me ditë ka vonë. Edhe na mandina e kena ardhë me një familjar tjetër në shtëpi, e kemi prit, ora 8, 11 mbrëmje, diçka që me babi nuk ka ndodhur asnjëherë që po vonë deri në ora 10, 11 mbrëmje, domethënë natës. Edhe aty e kemi ditë që diçka nuk është në rregull. Vajza e viktimës thot se nuk kanë ditur se çfarë kishte ndodhur atë natë. Na nuk është që kena ditë shumë për rastin, na veç që kena shpallëcit humbur në atë kohë, se nuk kena mujt me pas kurfar kontakti. Domethënë kanë kalu orë, kemi prit të natën që po vjen, ka kalu orë, nuk kena pas asnjë kontakt, paktën telefonin gjithmonë e ka humbur. Madje kemi thirr policinë, kemi lajmëruar si të humbën, edhe procedura derisa kanë gjetur 3-4 ditë. Sipas dosjes së prokurorisë, të ndjerin e kishin angazhuar si taksist Safet Balaj dhe Zvonko Tomić, të cilët gjatë rrugës për në Prizren e kishin detyruar ta devijonte rrugën në mal me qëllim të përfitimit pasuror. Na si familjarë dina që ka ndodhur për shkak të kirrit tina, ja kanë lyp edhe nuk ja ka javë. Edhe mandena ato e kanë myt me një mal të fshatit Malishev. Kaq kemi ditë. Procedura ka zgjuar 3-4 ditë derisa e kanë gjetë. Babi ka humbur me 18 ngusht, e kemi shpallë si të humbën, edhe me 21 ngusht e kemi gjetë. Në dosjen e këtij rasti thuhet se tashmë të ndjerin e kishin rrahur dhe lidhur me litar, duke e lënë në mal, teksa ja kishin vjedhur veturën të cilën më pas e kishin shitur në Serbi. Një javë para këtij rasti, Safet Balaj dhe Zvonko Tomić thuhet se kishin sulmuar dhe vjedhur veturat dhe gjësande tjera edhe 2 personave tjerë. Se kjo nuk ishte një vrasje e zakonshme, sipas prokurorisë, tregonte vrasja e një taksisti në Serbi 5 ditë pas këtij rasti. Balaj e Tomić thuhet se angazhojnë prap taksistin serb dhe me qëllim që t'i marrin veturën fillimisht e kanë rrahur dhe më pas goditur me thik, pastaj e kanë hedhur nga vetura. Trupi i taksistit ishte gjendur në fshatin Kopanja afër qytetit të Vranjës. Ndërsa pas arrestimit të tyre, policia u kishte gjetur qelësin e veturës BMW të taksistit serb. Të akuzuarit kishin pranuar këtë vrasje para gjykatës së Vranjës dhe sipas prokurorisë gjenden në vuajtje të dënimit në Serbi. Për vrasjen e ndodhur në Kosovë, hetimet fillimisht i kishte nisur Euleksi në shtator 2009, ndërsa në janar 2010 do i pezullonte. Rasti do kalonte në prokurorinë themelore në Gjakov, e cila hetimet i kishte rinisur në fund të janarit 2013, për t'i përfunduar me aktakuzë në shkurt 2015. Balaj dhe Tomić po akuzoheshin për vrasje të rëndë në bashkëkryerje. Por prokuroria ishte vënuar, aktakuza ishte jashtë afatit ligjor, pasi kishte kaluar afatin 2 vjeçar të hetimeve dhe nuk kishte kërkuar afat shtesë prej 6 muajsh. Veç afatit kohor, prokuroria nuk kishte ndjekur gjithë hapat ligjor për të marrë të pandehurit në pyetje siç parashihet në kodin e procedurës penale. Kësaj, gjykata themelore në Gjakov në 2023, pra 8 vjet pas ngritjes së aktakuzës dhe afër 14 vjet pas rastit ka hudhur poshtë këtë aktakuzë.